Horoskopi ditor, e shtunë, 10 janar 2026. Dashi. Ndërsa hëna vallëzon përmes shenjës suaj, Dashi, sot do të përballeni me një valë energjie gjallëruese. Kjo shtytje qiellore ofron mundësinë e përsosur për të përballur drejt për drejt me projektet e mbetura. Atmosfera juaj natyrore e leadershipit po shkëlqen fort, duke e bërë atë një ditë ideale për të ecur përpara dhe për të udhëhequr me shembull. Megjithatë, natyra juaj impulsive mund të jetë e shtuar. Prandaj mbani një sy në çdo shpërthim që mund të lindë nga frustrimet e papritura. Ndikimi i Jupiterit ju inkurajon të eksploroni ide të reja dhe të zgjeroni horizontet tuaja, qoftë në arsim apo në planet e udhëtimit. Në marrëdhënie, balanconi vendosmërinë me mirëkuptimin për të shmangur konfliktet. Mbani kanalet e komunikimit të hapura dhe jini të hapur ndaj perspektivave të tjerëve. Shëndeti juaj përfiton nga një regjim i ri fitnesi. Merrni në konsiderat integrimin e shumëllojshmërisë për të mbajtur motivimin të lartë. Ndërsa mbrëmja afrohet, relaksohuni me aktivitete që ofrojnë relaksim dhe frymëzojnë kreativitetin. Jini gati të kapni mundësitë që përputhen ngushtë me dëshirat tuaja kryesore dhe aspiratat afatgjata. Demi. Aktiviteti qiellor i sotëm sugjeron një nevojë për mbështetje dhe reflektim. Hëna ju inkurajon të përqendroheni në rritjen e brendshme, duke nxitur një analizë më të thellë të qëllimeve personale. Mund të lindin çështje financiare, duke ju nxitur të rivlerësoni buxhetet dhe shpenzimet për të siguruar rehatin në të ardhmen. Venusi, planeti juaj sundues, thekson rëndësinë e marrëdhënieve të kujdesshme, duke sugjeruar një kohë të përsosur për biseda të përzemërta që forcojnë lidhjet emocionale. Ana juaj artistike dëshiron shprehje, prandaj mos u shmangni nga ndjekja e projekteve krijuese që sjellin gëzim. Sa i përket karrierës, durimi dhe këmbëngulja janë thelbësore. Kujdesuni me kujdes për përgjegjësitë ekzistuese përpara se të përqafoni sipërmarrje të reja. Shëndeti dhe mirëqenia lulëzojnë në rutina që ofrojnë si stabilitet ashtu edhe fleksibilitet, duke lejuar pushimin e nevojshëm, si dhe aktivitetin fizik. Në rrethin tuaj shoqëror, ruhuni nga kokëfortësia dhe qëndroni të hapur për kompromis, pasi mund të shfaqen dallime në mendime. Në mbrëmje, kënaquni me kënaqësi të thjeshta që pasqyrojnë veten tuaj më autentike. Binjakë. Dita le të kuptohet për stimulim intelektual dhe të menduarit të zgjeruar, ndërsa pozicioni i Merkurit nxjerr në pak komunikimin dhe njohuri. Ndiheni kurioz, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të zhytur në studime ose për të angazhuar në diskutime që nxisin mendimin. Bashkëpunimet favorizohen. Aftësia juaj për të artikuluar ide mund të çojë në partneritete të frytshme, por sigurohuni që të dëgjoni po aq me vëmendje sa flisni. Në aspektin shoqëror, ju jeni ylli. Aftësia juaj bisedore tërheq të tjerët, duke hapur dyert për miqësi dhe rrjete të reja. Romanca përmirësohet nga zgjuarësia juaj e gjallë, megjithse të qëndruarit i disponueshëm emocionalisht thellon lidhje. Në aspektin e punës, balanconi impulset tuaja me strategji praktike për të shmangur shpërndarjen e përpjekjeve tuaja. Shëndeti sheh përmirësime duke angazhuar aktivitete mendore. Merrni në konsiderat një pushim për shëndetin mendor ose praktikoni një formë të vetëdijes. Ndërsa mbrëmja mbaron, kënaquni me aftësitë tuaja të rrëfimit të historive ose tregoni rrëfimin tuaj përmes rrugëve krijuese si shkrimi i ditarit ose blogimi. Qëndroni të adaptueshëm, gati për të kapur mundësi të papritura. Gaforria. Në ndikimin hënor të sotëm, emocionet mund të dalin në sipërfaqe, duke ju nxitur të jepni përparësi kujdesit për veten dhe reflektimit. Intuita juaj është rritur, duke ofruar njohuri për dilemat personale dhe profesionale. Besojini këtij zëri të brendshëm ndërsa lundroni në proceset e vendimarrjes. Çështje shtëpiake kanë përparësi. Merrni në konsiderat rregullimin e hapësirave të shtëpisë për të rritur rehatin dhe për të zvogëluar stresin. Lidhjet emocionale intensifikohen, duke ju lejuar të thelloni lidhjet me të dashurit. Kini kujdes nga ndryshimet e humorit që mund të ndikojnë në këto marrëdhënie. Përpiquni për komunikim të hapur dhe edukues. Në punë, përqendrohuni në detyra që kërkojnë empati dhe mirëkuptim. Aftësia juaj natyrore për të mbështetur të tjerët nuk kalon pa u vënë re. Prisni që zgjidhjet krijuese të lindin nga ide në dukje të vogla. Financiarisht, ruani kujdes duke monitoruar nga afër shpenzimet. Kushtojini vëmendje nevojave fizike. Integrimi i praktikave të lehtësimit të stresit si meditimi ose ushtrimet e lehta mund të përmirësojnë shumë mirëqenien. Mbrëmja sjell relaksim, i cili është më mirë të kalohet në mjedise të njohura që ofrojnë ngrohtësi dhe siguri. Luani.
Sot ju fton të shkëlqeni dhe të përqafoni natyrën tuaj karizmatike. Rreshtimet planetare ju ofrojnë një skemë për të shfaqur talentet, duke sugjeruar se kjo është një kohë e shkëlqyer për të marrë role udhëheqëse ose për të nisur projekte të reja. Kreativiteti rrjedh duke inkurajuar përpjekjet artistike të lulëzojnë. Ndërsa vetbesimi juaj natyror është forca juaj, keni kujdes të dominoni bisedat. Angazhimi dhe dëgjimi i vërtet janë thelbësore në ruajtjen e harmonisë brenda marrëdhënieve. Në aspektin shoqëror, prania juaj magnetike tërheq një audiencë të gjerë, duke çuar potencialisht në lidhje dhe mundësi të reja. Sa i përket karrierës, vendosmëria e shoqëruar me një qasje diplomatike mund të çojë përpara ambicjet në mënyrë efektive. Njohuritë financiare mund të shfaqen, duke udhëhequr vendime të kujdesshme që mbështesin stabilitetin afatgjatë. Përfitimet shëndetësore nga aktivitetet fizike që rrisin nivelet e energjisë. Merrni në konsiderat ndryshimin e rutinës suaj për ta mbajtur atë stimuluese. Ndërsa dita evoluon në mbrëmje, kaloni kohë me të dashurit që ju freskojnë shpirtin. Shprehni vlerësim dhe jini të hapur për shkëmbime të ndërsjella admirimi dhe mbështetjeje. Virgjëresha. Energjia kozmike sot thekson praktikën dhe efikasitetin, duke u parafruar në mënyrë të përkryer me tendencat tuaja natyrore. Nevoja për organizim është e fortë, duke ju nxitur të përmirësoni proceset në punë dhe në shtëpi. Detyrat e detajuara përfitojnë nga aftësitë tuaja analitike. Megjithse mos harroni të balanconi saktësinë me fleksibilitetin për të parandaluar stresin e panevojshëm. Nga ana sociale, autenticiteti në lidhje është thelbësor. Angazhohuni në ndërveprime kuptimplote ku mbizotëron respekti ndërsjell. Ndikimet planetare sugjerojnë një farë vetanalize në lidhje me vlerat personale dhe zgjedhjet e stilit të jetës. Përqafojeni këtë mundësi për të ripërcaktuar qëllime që përputhen me dëshirat e brendshme. Nga ana e karrierës, përmirësoni aftësitë tuaja me mundësi mësimi që tërheqin rritje profesionale. Financiarisht, një qasje e kujdesshme sjell stabilitet. Prandaj vlerësoni investimet me kujdes. Shëndeti lulëzon kur rutinat balancohen nga relaksimi, siç është yoga ose meditimi. Në mbrëmje, përqendrohuni në argëtime që nxisin paqen dhe kënaqësinë, duke i dhënë vetes hapësirë për të shijuar kënaqësitë e thjeshta të jetës pa presionin e përsosmërisë. Peshorja. Ekuilibri është në qendër të vëmendjes sot, indikuar nga energjia harmonike e hënës. Dëshira juaj e lindur për paqe dhe ekuilibër udhëheq vendimet, duke e bërë atë një kohë ideale për të zgjidhur konfliktet dhe për të rivendosur harmoninë në marrëdhëniet personale. Komunikimi është çelësi. Angazhohuni në dialog që nxisin mirëkuptimin dhe respektin e ndërsjellë. Në aspektin shoqëror, përpjekjet bashkëpunuese shkëlqejnë ndërsa i bashkoni njerëzit drejt qëllimeve të përbashkëta ose projekteve krijuese. Ndjekjet e karrierës përfitojnë nga puna në grup. Shfrytëzoni aftësitë tuaja diplomatike për të unifikuar ide të ndryshme. Financiarisht, ruani ekuilibrin duke bërë buxhet me kujdes dhe duke shmangur blerjet impulsive. Shprehjet artistike favorizohen, duke ofruar një rrugdalje krijuese që rigjallëron shpirtin tuaj. Shëndeti sheh përmirësim duke përfshirë aktivitete që balancojnë mirëqenien fizike dhe mendore, të tilla si tai chi ose noti. Ndërsa bie nata, relaksohuni në mjedise që krijojnë qetësi dhe bukuri. Reflektoni mbi arritjen ndërsa përgatiteni për aspiratat e ardhshme, duke u siguruar që çdo hap i ndërmarrë të jetë në përputhje me vizionin tuaj ideal të harmonisë dhe përmbushjes. Akrepi. Ndikimet planetare të sotme nxjerrin në pah transformimin dhe rritjen personale. Shfrytëzojeni këtë energji të fuqishme për të zhytur në fusha që kërkojnë ndryshim ose për të rritje. Intensiteti në marrëdhënie mund të rritet, duke nxitur biseda të thella që zbulojnë të vërteta themelore. Qasuni dialogëve me mendje dhe zemër të hapur. Intuita juaj natyrore është e mpret, duke ju udhëhequr përmes kompleksiteteve në punë dhe në përpjekjet personale. Transformimet e karrierës mbështeten. Qëndroni të hapur ndaj mundësive që duken të pazakonta, por premtuese. Njohuritë financiare mund të nxisin ristrukturimin, duke çuar në përfitime afatgjata. Emocionalisht, sfidat ofrojnë përvoja të thella mësimore që promovojnë vetëdijen dhe qëndrueshmërinë. Angazhohuni në aktivitete që e kanalizojnë këtë energji në dalje konstruktive, të tilla si ushtrime intensive ose projekte krijuese. Nga ana shëndetësore, balanconi intensiteti me pushimin e duhur, duke siguruar mirëqenien tuaj fizike dhe mendore. Ndërsa afrohet mbrëmja, krijoni një vend të shenjtë ku mund të reflektoni mbi njohuritë personale të fituara gjatë gjithë ditës, duke vendosur qëllime për transformim të vazhdueshëm dhe një kuptim më të thellë të vetes suaj thelbësore.
Shigjetari. Sot inkurajon eksplorimin dhe zgjerimin, në harmoni të përsosur me shpirtin tuaj vizionar. Yjet frymëzojnë një ndjenjë aventure, duke nxitur padurimin për të kërkuar njohuri dhe përvoja të reja. Angazhohuni në aktivitete që zgjerojnë horizontet tuaja, qoftë përmes udhëtimit, arsimit apo diskutimeve filozofike. Ndërveprimet shoqërore forcojnë lidhjet. Entuziazmi dhe optimizmi juaj janë ngjitës, duke tërhequr të tjerët drejt kauzës suaj. Mundësitë profesionale mund të dalin nga rrugë të papritura. Qëndroni të hapur dhe të adaptueshëm, gati për të kthyer drejt perspektivave të dobishme. Financiarisht, tregoni kujdes në sipërmarrje spekulative, duke theksuar rritjen e qëndrueshme mbi fitimet e shpejta. Teknikat e reduktimit të stresit si meditimi ose aktivitetet në natyrë janë të dobishme, duke ruajtur një ekuilibër të trupit dhe shpirtit. Lidhjet romantike thellohen përmes aventurave të përbashkëta ose të mësuarit, duke theksuar rritjen e ndërsjellë dhe eksplorimin e aspekteve të reja të marrëdhënies. Ndërsa dita përfundon, reflektoni mbi mençurinë e fituar dhe vendosni qëllime për aventurat e ardhshme, duke mbajtur një sy drejt mirëkuptimit global dhe autenticitetit personal. Britsjapi. Energjitë e sotme nxisin përgjegjësinë dhe progresin, duke u parafruar pa probleme me natyrën tuaj të zellshme. Ndikimi mbështetës i hënës nxit ambicien dhe vendosmërinë, duke e bërë atë një kohë të përshtatshme për të pushtuar qëllimet e karrierës. Qasja juaj pragmatike mundëson trajtimin e shkathët të sfidave, duke i transformuar pengesat në trampolin. Marrëdhëniet përfitojnë nga besueshmëria juaj. Nxisni lidhje më të thella duke treguar cenueshmëri emocionale kur është e përshtatshme. Financat janë të theksuara, me shtrirjet planetare që sugjerojnë një moment për planifikim strategjik ose investim. Qëndroni konservator për të siguruar sigurinë në të ardhmen. Shëndeti lulëzon në rutinat e strukturuara. Integroni ushtrimet dhe praktikat e vetëdijes për të rritur mirëqenien e përgjithshme. Në aspektin shoqëror, parafroni me ata që ndajnë aspiratat tuaja, duke formuar aleanca që nxisin rritjen dhe mbështetjen e ndërsjellë. Në mbrëmje, vlerësoni arritjet dhe rikalibroni planet për objektivat afatgjata. Rimbushni energjitë tuaja me familjen ose kohën vetëm, në mjedise që ofrojnë rehati dhe kënaqësi. Lërini energjitë toksore t'ju udhëheqin në krijimin e një jete që pasqyron aspiratat tuaja më të larta. Ujori. Shtrirjet qiellore të sotme inkurajojnë inovacionin dhe shoqërueshmërinë. Perspektiva juaj unike festohet, duke ju shtyrë të ndani ide të zgjuara dhe të nxisni progresin kolektiv. Angazhohuni në sipërmarrje bashkëpunuese ku lulëzon kreativiteti. Ndikimi juaj katalizon përparime. Aktivitetet komunitare përfitojnë nga qasja juaj gjithëpërfshirëse, duke zgjeruar rrjetet shoqërore. Mundësitë e karrierës lindin nga përqafimi i shtigjeve jo konvencionale, ndërsa vendimet financiare kërkojnë zgjidhje inovative të problemeve. Përpjekjet romantike lulëzojnë me komunikim të hapur dhe ideale të përbashkëta, duke forcuar lidhje. Përqafoni aktivitete fizike që kanalizojnë energjinë në mënyrë konstruktive, duke balancuar eksplorimin mendor me vitalitetin trupor. Ndërsa bie mbrëmja, ndiqni rrugë krijuese që ofrojnë relaksim dhe frymëzim. Miq dhe të njohurit ofrojnë perspektiva të reja, duke zgjeruar botëkuptimin tuaj. Reflektimi mbi kontributet personale për të mirën e përgjithshme rrit kënaqësinë, ndërsa përzjeni individualizmin me përpjekjet bashkëpunuese. Përgatituni të kapni mundësitë që përputhen me idealet vizionare, duke u siguruar që ato të integrohen pa probleme me narrativën e vazhdueshme të jetës për ndryshim dhe progres. Peshqit. Rezonanca emocionale e sotme është e thellë ndërsa hëna ndriçon sferat e brendshme. Empatia dhe dëmshuria juaj udhëheqin ndërveprimet, duke nxitur lidhje që janë të sinqerta dhe të sinqerta. Kreativiteti është në kulmin e tij, duke e bërë atë një ditë të përsosur për shprehje artistike. Lejoni që natyra juaj intuitive t'i drejtoj projekte drejt thellësisë së thellë. Ëndrat mund të ofrojnë depërtim, duke vepruar si një navigator në ndërgjegjeshëm në udhëtimin e jetës. Në marrëdhënie ngrohtësia dhe ndjeshmëria rrisin mirëkuptimin, duke sjellë afërsi dhe harmoni. Megjithatë mbani kufit për të shmangur mbi ngarkesën emocionale. Sa i përket karrierës, qasja juaj imagjinative gjen zgjidhje të reja për problemet e vjetra, duke fituar vlerësim dhe mbështetje nga kolegët. Stabiliteti financiar ruhet duke u përqendruar në nevojat mbi dëshirat. Mirëqenia lulëzon përmes aktiviteteve që qetësojnë mendjen, të tilla si noti ose meditimi, duke mbështetur natyrën tuaj të ndjeshme. Mbrëmja fton reflektim dhe rigjallërim me aktivitete që relaksojnë shpirtin.
Përqafoni ata përreth jush që sjellin paqe dhe besoni në zhvillimin e udhëtimit tuaj, duke lejuar që mençuria e brendshme t'ju udhëheqë hapat përpara. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.